e shikoj të pamundur dhe të pa shpresë që trupi të prezervohet, të ruhet në temperatura shumë të ulta, domethënë pavarësisht elementeve që mund kimike që mund të ruajnë lubrificimin. Dhe sa të ketë numri i njerëzve që do ta gëzojnë këtë privilegj, se më pas po të mbushej gjithë bota me frigorifer të tillë, nuk di nëse ka mundësi të realizohet. Kjo është pyetja, dilema. Sigurisht. Por Dok, e kam edhe një pyetje për krejt në fund, Dok. Dok, të lutem. Të syjnë rregullat, po. Në qoftë se jemi krejt në fund dhe dua të di sakt, në momentin kur ndodh kjo gjë, do të jetë njeriu i largohet shpirti nga trupi i tij apo ndodh pas vdekjes ngrirja? Cili është plani? Po tashi, logjika është që sepse po të pasi ka vdekur dhe po të ngrihet, çfarë efekti ka? E qartë. Logjika në analizë është që të ngrihet përpara se pacienti, domethënë, të vdesi për shkak të një sëmundje metastazike. E qartë. Mirë, faleminderit shumë, Dok. Por është diçka që mbetemi skeptik, domethënë, janë hipoteza që hidhen sigurin lum, analizohen, por që çedojnë gjatë rrugës sepse kemi të bëjmë me thyrjet ligjeve të natyrës, ligjeve të fizikës.